Rikthehemi pra në studio. E kemi tash të dy mysafirët, ping-pongistin 13 vjeçar Rejan Krasniqi në krahun tim të majt. Faleminderit shumë që jeson të me neve. Faleminderit. Që keni ftu. Teatrin e tij dhe nikosisht trajnerin e skuadrës Ganim Alioku nga Feriza, e fitim Krasniqin. Faleminderit shumë që jeson të me neve. Faleminderit edhe juve. Është kënaqësi ju pas dyve. A u bë problematik Kë natyralisht e boni problematikën. Do me thonë në mënyrë të natyrshme veç në mënyrë... A mos është që ka pas faj? Ja, s'ka pas faj edhe nuk e ka bo me qëllim të provokimeve apo diçka, po vetëm e ka bo në mënyrë shumë të natyrshme atë shqiponjen ka kjo ona e tifozëve që kemi qenë natë Kosovës edhe disa nga klubeve të Shqipërisë. Paramendoni, ka shku në finale Rejani, në finale kam poshtë kundërshtarin e ti nga Mali Zi, edhe në fund e ka bo shqiponjen, për çfarë shqiponje? Unë kanë diskualifiku. Ka të erdhë ideja me bo shqiponjen, a kja e momentit a... Spontanisht. Qatë me njerë se e kam pos tifozë janë konë shqiptarët edhe kosovorët, e tani si lloj krenaria bona. Kur lajmërun që skualifikohesh a u dëshprove? U dëshprova. Se e bona e jopa një mon për me mërrin dhe finale me fitu finalen, normal që u dëshprova. Edhe kundërshtarin nuk e kishe pas fort lehtë. Kundërshtari jap të rrethin e kishën poshtë deri te ti. Po. Edhe tregon pak për diferenca këtë stili i tij i lojës. Po, ajo kon prej kive lojtarëve që i kam lua, kitë janë kon ofanziv, po ajo është kon defanziv. Edhe pse e bën më të vështirë defanzive? Nuk e bën çti, po është nuk ka shumë lojtar defanziv. Do me thonë nuk mundesh me marrë shumë eksperiencë. A ndihesh me të paktën krenar që e ke bërë Shqiponin dhe fitore se fitore titullin? Po, unë ndina krenar që e kam bërë. Tek e fundit fitim dëgjush Shqiponia vres, s'po kuptoj. Realisht kjo kon diskutimi jonë me organizatorin, mos me thonë një person i cili Nenade ka emrin, mbi emrin nuk e di sakt. Ai është personi që e shtyni përpara këtë pjesën, ishte duke bërë video në finale dhe në fund tha kur e boni ky shqiponit ka pjesa jon, tha ky diskualifikohet pa u konsultuar me tavolinën zyrtare që ishte mbrapa, që domethënë në mënyrë arbitrare ishte kjo dhe kjo është ajo nëse merr arbitri vendim për një diçka e ka një rregullore, një diçka që bazohet, ndërsa ky e bëri në mënyrë shumë arbitrare, shumë mënyrë jo të hirshme me thonë. Normalisht ky ka mujt me shku mu anku te tavolina zyrtare dhe me moni vendim i përgjithshëm, po ky mor vendimin vet. Edhe filloi ka pak aty situata të tensionohet, po në fund mas 2-3 minuta unë thash në fillim i thash nuk është për neve të loshe, a e merr kupën ajo. Është me rëndësi që ky ka fitu finalen edhe e dyta është që ky shqiponi nuk e ka bën provokim të Juven. E ka bën shqiponi siç ashtu e ka bos ndjenjën e momentit që e ka bën në atë moment. Edhe ma vonë tani veç kanë ardhur dhe pjesa e Shqipërisë apo të klubeve të Shqipërisë që kanë qenë për krahje, bile një ndër pyetjet detajet që ka qenë atij personit ndaj këtyre të Shqipërisë apo qysh aja mërmenja juve që bën me festu tha me dur, tha shumica i thanë dhe krejt i thanë që po, mundesh me festu me Shqiponje se nuk është e ndaluar me festu me Shqiponje. Edhe filloi pak një far debati, një far diskutimi aty, një 10-15 minuta, disa detaje, ata të Shqipërisë e mbrojshin vendimin që na duhet me pas kupën për shkak që Rejoni e ka merituar dhe nuk është kon gjest provokativ ndaj tyne, që kjo është edhe arsye të tyne. Po ideja, mund që të spekop logjika se nëse a kish bo gjestin ka tifoz të Malazez, në rregull jemi, është provokim, edhe Rejmana i lojën e fundit kur ka shku ka banka e Serbisë me bu Shqiponin ka marrë dënim se llogaritet provokim. Okej, në rregull, po pranojmë rregullat. Po ky e ka bë ka tifoz e vet, ka shqiptar. Ka shqiptar. Kjo e ka bë shqiptar, dhe kjo që kanë qenë shqiptar në çaton ky që kjo konë ndoshta edhe ajo ndjenja pse me bë Shqiponin. Edhe në fund, domethënë ai organizatori mos ta diskutojmë ndoshta edhe shumë, tha pe bojna një far kompromisi na me Juve, na pjavjap mi Shqiponin këtë kupën me një pjesë aty, ju shkoni amo te podiume, pjesa ku duhet mu marr medalja, tha nuk mujna me javdhon atje edhe bile në ditën e nesërme,
kur i kanë shpoll rezultatet zyrtare kategorinë e rajonit, nuk e kanë shpërndar hiç. Na ditë kena marrë pjesë me 5 litor, 2 prej tyre kanë qenë kategori 3-a që kanë qenë kampion, domethënë Arjen Krasniqi, Irina Vranovci, një litor tjetër, bashkëlojtari i rajonit apo përndryshe Ajoni, pa të luajtur më herët me të njëjtin kundërshtar. Rezultati ka qenë shumë i ngushtë. Dhe aty filloi ndoshta ajo pjesa e tensionimit ku ata ishin të nxehtë me klubin ton. Edhe tash në fund finale me rajonin ishte ka pas zosa me bet pa medalje. Ishte pak pa medalje, mos më thon as në katër shëmej. Sakt. Në fund ai fitoi edhe prej një litorit të Shqipërisë para finales, rajoni pa disa ndeshje tjera që nuk i ka pas leta. Në fund finale situata ishte ndo me 2 tabore, me thonë ma sportive, edhe ata dhe na. Po, logjika ishte që klubi jon u përfaqësoi vetëm me 5 litor dhe me 5 litor gjithë gotë ishin në pjesën e podiumit dhe arsyetimi ndoshta edhe i personi që ka bot diskualifikimin e ka pos në klub personi që ka luajtur rajoni apo atë kundërshtarin e rajonit finales. Edhe kjo është pak çështja që ai ka dashur ndoshta edhe me gjetë një arsye qysh me smelon një kundërshtar që të klubit tina. Që ndoshta ka edhe pjesa kryesore që e ka nxit pak situatën te organizatori. Mu mboni pak përshtypje që te ky organizatori nuk është të shkoni për herë të parë, po kemi qenë më herët. Edhe me sa diskutuam nuk është që keni pas këto të lashë më herët. 4 vitet e kalume kemi kalu mirë. Po asnjëherë nuk kemi pas kësi lloj suksesi në ato. Po ngritja e klubit në 4 vitet e fundit, neve si klub viti 2025 u koni jashtëzakonshëm për te pjesa gjenerata të reja dhe kjo ndoshta ata kanë prit një masovizim të turneut, po jo tërheqje të kupave. Edhe pe rumbullaksojnë ndoshta në një mënyrë pak ma të vrasht. Dhe rezultatet kulminante të këtyne ishin ndoshta një diçka që ata nuk e kanë prit, edhe kjo ajo nxemja e lejtarëve që lojën që kishte bashkëlojtari e rajonit me kundërshtarin e njëjtë, ndoshta edhe kjo ka ndiku pak te kjo pjesa që mos me shty që me diskualifiku rajonin. Po rajonin në fund tha që mas se diskutum 1 minutë 2 mos me thonë më njerë mas diskualifikimit, thash nuk është me rëndësi qa bëhet, a e morë mi kupën ajo, me rëndësi të veç e ke kry, je dal kampion, je kampion, a e morë mi kupën në vendin e dur, apo nuk e morë mi kupën, rajoni nuk e ka të loshe për me pos një kup të Podgorica Open, po rajoni ka pos edhe rezultate tjera të mira, po a ishte një lloj dëshprimi ndoshta po se zakonisht kur e kryn ki qef me shku edhe me post ceremoninë që e meriton po besoj. Çfarë do turneu që është? E vërtet është. Edhe ç'a bën Reali shkon flan në ora 2 të natës, qohet nesërmën edhe merr pjesë në garë prap. Po marr apet në garë edhe dominoj edhe aty. Në çfarë gare ke marr pjesë nesërmën? Kupë të Kosovës U15 ekipure. Pra, keni kthy prej malit zi, ke dikon rreth orës 10 natës, po. Keni ra me flajt, je çun 8 mëngjes ke shku ke marr pjesë në garë. Po. A pritove? Jo. Që ka shumë edhe në ping-pongun, a? Po. Që sa ke fillu me marrë me ping-pong? Une me ping-pong e marrë që 4 vjetë. Edhe e pash fotografinë e fillimit, kur ke fillu me marrë me ping-pong edhe tash. Shumë dallim i madh. Po, e kam bo a dallim për me bo, kam bo shumë punë. Edhe angazhim. Si vjetë pa që ke marrë pjesë edhe në garat me senior. Po. Edhe pati në fa rezultati ko gjatë mirë. Ku gara senior, kam fitu ma shumë sa 15 loj, ku vish me një humbje, dhe kam një mu ekipën tem shumë për me ndalë në ligë të parë. Për me dalë në ligë të parë. Po. Andali me pak të ekipi? Okej, ekipi ka ideja ju e pash që ishit fokusum ma shumë të gjeneratat e reja. Po, ekipi Gani Maluku do të themelun vitin 2018. Prej vitit 2018 shumicën e fokusit e ka poste pjesa gjenerata të reja. Trajneri Ylli Maluku, trajneri kryesori ekipit është për ndryshe. Merret me ping-pong që një kohë shumë gjatë prej para lufte.
edhe zhvillimi me gjenerata të reja gjithmonë e ka pas në synimin parësor realisht. Ka ushtruar edhe me klube tjera me të cilat ka pas shumë rezultate të mira edhe me gjenerata të reja, po tani krijimi i ambientit mirë për fëmijët ka pas edhe rezultatet që janë sot dominante realisht në Kosovë, kur nis pa tavolina, pa reketa, pa ndaj vend ku me ushtru, ku kena mujt me zhvillu aktivitetin ato, e kena shfrytzu çdo termin të lirë që ka qenë brenda shkollave për me pas disa asete të mira që sot edhe i gëzojna. Sot e kena më falë që në ndërpreroj. Sot veç tash jena në themelimin edhe një akademie të ping-pongit për këtë do ashta me të pyet. Tash veç po pretendojna vitin e ardhshëm, në fillim të vitit ardhshëm, se na kanë shtyr disa procedura se po duhet mi pas disa pajisje që po duhet më na ardh prej jashtë Kosovës, kjo na ka shtyr pak pjesën e terminit. Vitin e ardhshëm veç fillojna me një akademi apo shkollë ping-pongi, e cila do të jetë ndoshta e para në nivel profesional vendi që deri sot ka pas. Pra, me sa përmendë ti, tash ju kur ushtroni tavolinat i montoni dhe i largoni non stop. Realisht na rregullisht i shtrojmë 10 tavolina minimum. Nëse e merr me këshir mosha mesatare është ndoshta 11 e gjys, edhe kur vjen me i po fëmin për 10 minuta, shtrohen 10 tavolina me gjitha ato paravona tonash dhe gjithçka është gati për me fillu me nxemjet edhe pjesa tjetër. Unë mendoj që është bo një punë që edhe një lloj kulture se qysh do të me u zhvillu një ushtrem apo një trajnim i veçantë. Pse ja vlen më marrë me ping-pong? Mendoj që fëmia momentalisht nuk din cili sport ju pëlqen. Edhe alternativa e ping-pongut, moment kur vinë në klub e shohin që është alternativë shumë e mirë për shkak që ki shoqëri është shumë në start, mund është me fillu me një lojë, me lojëra atraktive që janë, ma vonë tani për me fillu për me pas rezultate kulminante do të një disiplinë dhe një angazhem shumë i mirë që po mendoj veç na e kena kriju me një 8 ose 10 lojtar që i kemi në nivel vendi që janë këgja mirë. Rejan, a i ke vendosur vetës plane? Po. Çka po synon tash tutje? Unë synoj për në vitin 2026 e kam gara Ballkanika në kategorinë U15, synoj për me marr për një vend ose një medalje për hir të parë mja jap Kosovës. Perfekt. Uroj edhe ja arrin, edhe nuk dyshoj aty që mundesh me arrit se e ke tregu që ke shumë talent. Sa është e vështirë me punu kur është bab dhe bir në pyetje? A dallon shumë prej raporteve sportist-trajner? Po, dallon pak ma shumë për shkak që zakonisht na te fëmijët tjerë te kini rezervë të asaj na çka mundesh me kërku, ndërsa për fëmin e tonin e një pak ma shumë edhe den kapacitetin e tij na shpesh në lojë që ndodh që na kena qef me bë diçka që unë e di që mundet me bë, po ping-pongi është sport shumë delikat edhe është problem fëmija ose edhe të rriturit shpesh ndodh që nëse e merr me kështu në lojë të kampionëve të botëror, kur e japin një servis ose një diçka, e kanë probleme apo fillon ajo dora me u dridh për shkak të emocioneve dhe ngarkesës që e ka. Po, te kur je prend tani e ki atë par ngarkesën është edhe pak më të madhe. Po përndryshe në klub veç na i kemi 5 ose në kategoritë të rejonit i kemi 4 lojtarë që kanë qenë në kategorinë U13 në top 8, do me thonë në 8 lojtarë më të mirë, ne i kemi pos 4 të klubit tonë, në kategorinë U15 i kemi pos 3 lojtarë të klubit tonë, 3 lojtarë më të mirë, në kategorinë U19 veç e kemi kampionin e si vjetshëm, që i vitit arshëm që pritet më u konë, nën kampion i vitit 2025, gjithashtu edhe te vojzat e kemi një qik që është shumë mirë momentalisht me pjesën e sojna, për thonë, neve, kur jemi na për gora, mund nuk mbjen shpesh me nejtë e rejonin, mbjen të ajtjetëri, apo me i përcjell 2-3 fëmijë, se kur ki fëmijë shumë, do të me i përcjell 2-3 tavolina. Kjo ka qenë edhe në Podgoric realisht, që shpesh rejoni o konë të lujt, unë jam konë të e përcjell dikën tjetër atje, për shkak që shpesh do të që i ki 2-3 lojtarë. Në Podgoric nuk e kemi pos, trajneri Ylli Maloku nuk ka pos mundësi me ardh, edhe tani këtë përgjithësinë e kum pos on edhe zakonisht kur je vet, zakonisht bëj pak më shumë lëshrimet e fëmijët e mesit sot e fëmijët që janë brenda klubit. Unë falenderoj shumë dyve për kohën, faleminderit që erdhët me tregu historinë, gjithashtu e treguat edhe historinë e klubit,
dhe ju dëshiroj shumë sukses të dyve në rrugtimin e vazhdim. Faleminderit edhe juve, shpresojmë që rejoni komo na bë krenor edhe në të ardhmen. Edhe nuk dyshojnë aty. Disiplina e rejonit deri tash u kon shembull ndoshta edhe mbrana klubeve edhe mbrana reprezentacionit të Kosovës që njëhet që rejoni është këgja i disiplinum edhe kur merr pjesë në komp edhe në përfaqësimin e Kosovës. Faleminderit shumë dyve. Shumë sukses. Faleminderit.